Një super recetë top tha orizi festiv me djathtë të shkrirë shije që pushton tryezën. Vërtet ja vlen t'i provoni sepse do mahniteni me këtë shije të mrekullueshme. Orizin që kam përdorur për këtë recetë është nga Ducato di Mantova. Fillimisht perimet i fërgojmë për disa minuta, orizin e pastrojmë, e kalojmë në tenxhere, shtojmë kripen, ujin e nxehtë dhe gjalpin. Orizin e ziejmë derisa uji të shterojë. Patatet e zira i grim në rende, i bashkojmë me orizin, shtojmë perimet e fërguara, shtojmë kripen dhe pipernat. Në një pjatë bashkojmë mielin, piperin në kuq dhe kripen, shtojmë ujin e ftohtë. Në pjatën tjetër bashkojmë bukën e thermuar me çipsa të grimcuar për një shije më të mirë. Topthat i formojmë në këtë mënyrë, vendosim një copë djathtë kaçkavall. Fillimisht i kalojmë në masën e lëngshme, pastaj në bukën e thermuar. Topthat i skuqim në vaj të nxehtë për disa minuta derisa të marrin këtë ngjyrë të artë dhe të bukur. Mund t'i shoqëroni me ketchup apo me ndonjë salsë juaj të preferuar. Kjo është receta, nëse e provoni ju bëftë mirë.